Ky që shihni është Patrick Jeffson. Për 8 vjet ai ka qenë krau i djathtë i një prej personaliteteve më të dashur në botë, princeshës së Walesit Dianas. Ish asistenti personal, si dhe autori një libri bestseller mbi jetën intime të njeriut që u nda nga jeta tragjikisht në vitin 1997, Jeffson është ndër njohësit më të mirë të asaj çka quhet marrëdhënie me publikun. Duke rrëfyer për Vision Plus, ish sekretari i princeshës Diana tregon se çdo të thotë të jesh pas kuintave të një personazhi të tillë. Princess Diana was seen by many people as beautiful. Princess Diana ishte një grua shumë e bukur, por për mua ajo ishte thjesht shefja. Po kishte rëndësi që ajo të dukej bukur, por të prezantohej si një grua e zonja. Ajo ishte një mësuese e lindur e komunikimit emocional, dhe kjo është dhuratë. Nuk ka qenë as pak një njeri i thjesht për të menaxhuar, por në fund të fundit, kjo nuk ka shumë rëndësi, pasi ajo i shërbeu vendit dhe u bë ambasadore e çështjeve më të nxehta botërore. Këtë eksperiencë britaniku e ndan prej vitesh në vende të ndryshme të botës, përfshi këtë herë edhe Tiranën. Forumi për marketingun dhe marrëdhëniet me publikun, i organizuar nga P-Word Training Center, solli kështu në Shqipëri për herë të parë, jo vetëm Jeffson, por edhe 3 ekspertë të tjerë të fushës së marketingut dhe industrisë së komunikimit. Ish drejtori i shitjeve të kompanisë gjigande Yahoo, zëvendës drejtori aktual i markës së njohur Henkel, si dhe doktori i shkencave të komunikimit në Universitetin e Greenwichit në Londër, Jonathan Wilson, ishin lektorët e tjerë të eventit në mbështetjen mediatike të Vision Plus. Dhe siç një shprehje e famshme e kësaj fushë thotë se reputacioni mund të krijohet në 20 vjet dhe të shkatërrohet në vetëm 5 minuta, Jeffson propozon një këshill për të promovuar imazhin pozitiv të vendit tonë në botë. I think the key to a good reputation, Nuk ka rëndësi nëse je një princ apo një vend. Çelësi i suksesit për të krijuar një reputacion të mirë është të jesh autentik dhe të nxjerrësh në pah pikët e tua më të forta.